Profesori i matematikës që u bë miliarder. Po, një profesor matematike mund të bëhet miliarder, ju si thoni. E dini pse po ja u tregoj këtë? Sepse shumë njerëz ankojnë që nuk kanë para, ose ankojnë që nuk mund të bëjnë disa para për të kursyer. Por dëgjojeni deri në fund, sepse unë jam i bindur që padyshim shumë për ju do të marrin ide nga kjo video. Bile ata të rinjt, ka disa të rinj që ankojnë dhe janë pothuajse çdo ditë humbasin kohën me makina, me goca, apo humbasin kohën duke u endur. Kjo është koha, për veten tuaj e them, sepse koha ecën dhe nuk kthehet më mbrapa. Kështu që nëse do t'i rini pas kohës, pra që mos ta shpërdoroni atë dhe të përdorni inteligjencën, unë jam i bindur që do kurseni dhe do vendosni të ardhura shumë shpejt, sepse tani është periudha. Pikërisht tani, jo vetëm nga mosha, por edhe nga situata që gjendet në mbar botën. Tani mund të bësh, shikoj, nuk ishte ndodhur kur që të kishte kaq miliarder sa këtë vit, që do kam thënë edhe herë tjetër. Pra rreth 3000 e ca miliarder për herë të parë në historinë e njerëzimit. Pra do t'i tregoj këtë histori edhe për arsyen tjetër, që ka disa njerëz që nuk e kuptojnë që informacioni është dije dhe dija është pushtet. Pra, këto të lidhura së bashku janë të rëndësishme, të gjitha këto informacione. Kështu që e them për ju, kush është rasisht, nëse nuk e ka bërë, bëjini like faqes dhe videos që të shihemi sërish dhe shpërndani këto informacione, sepse mund të ndihmojmë ndonjë vllajin ton, ndonjë shokun ton, ndonjë motrën ton që gjendet këtu, ose që nuk e di. Atëre, do t'i flas sot për Jim Simons. Kush ka ju ka dëgjuar për Jim Simons? Sot është rreth 90 vjeç, 86 vjeç. Por Jim Simons ka qenë është ende një matematikan, por ai ishte një profesor i thjeshtë. Dhe një profesor i thjeshtë, sipas jush, mund të bëhet miliarder, sepse kam dëgjuar edhe shumë herë që thonë disa, por nuk mund të bëhesh milioner ose të kesh para ose të bëhesh i pasur vetëm me punën e kraut. Pikërisht pra, sepse duhet që të punoj truri. Jim Simons mbaroi studimet në vitin 1962 dhe pas vitit 1962 filloi që të jepte mësime në universitet. Dhe pas disa mësimesh, ai e pan që ishte vërtet i aftë dhe e aktivizuan në agjencinë e shërbimeve sekrete. E morën aty sepse ai kishte diçka të veçantë dhe kishte edhe një gjë, nuk ishte si masa, sepse duhet kesh, siç e kemi thënë, duhet kesh imagjinat. Dhe ai kishte një imagjinat të theksuar. Do ta kuptoni se përse. Dhe si përfundim e futën në agjenci dhe ai mundi që të deshifronte shumë lidhje të shërbimeve sekrete kriptike, pra të kriptuara nga lufta. Pra ai me anë të matematikës zbuloi disa kode sekrete të armiqve. Pra ishte me shërbimet sekrete amerikane dhe ishte tepër i zgjuar që atëre. Mirë po, me kalimin e kohës, ai bëri diçka që, sepse punonte aty për shërbimet sekrete amerikane, por e hoqën sepse u doli publikisht dhe tha që kjo luftë nuk duhet, sepse u vran shumë në atë kohë. Ai foli haptazi, kështu që e hoqën nga detyra. Se normal që duhet mbyllte gojën. Keni pak kujdese. Sapo mbaroi aty, e morën në një universitet, një smajmënd, o zot, si quhet ai, Sony University, nuk e mbaj mend. Stony Brook University, më falni. Stony Brook University, janë shumë informacione dhe ndonjëherë shumë edhe bilapsus. Stony Brook University, pse po e them këtë? Sepse në Stony Brook University bëri një zbulim madhështor. Një zbulim që bëri një kod. Me anë të këtij kodi, edhe sot quhet formula Chern-Simons. Sot, e kësaj dite, quhet formula Chern-Simons, sepse ai krijoi një formulë matematikore tredimensionale. Çdo të thotë kjo në fizikën kuantike. Pra ai dha, si mund të themi, shtytje ose i dha
ai dha shkëndijën teorisë së stringëve. Nuk e di, me mbani mend dikush nga ju ka parë kur flasim për teorinë e stringëve. Pra është teoria e grimcave më të vogla që ekzistojnë, që sillen sipas mendimit tënd dhe sillen dhe ne nuk i njohim etj etj. Nëse nuk dua të përqendrohem tek ajo. Por te ky që merreni mend, siç ja kam thënë gjithmonë që njeriu duhet të ketë imagjinante, pas imagjinatës pastaj vjen projekti dhe pastaj vjen idea. Pra ta zhvillosh atë ide. Kështu që ky ishte një nga ata matematikan që kishte zhvillimin, pra iden ose çmendurin, okay? Dhe si përfundim, ndejti pak vite aty dhe çfarë bëri? Në vitin 1978 themeloi një kompani. Një kompani që ishte kompani trading. Çdo të thotë kjo. Një kompani trading bën, me fjalë, merret me rritjen e të ardhurar financiare që ka. Që mund të jenë donator, mund të jenë të atij personal, ose mund të jenë edhe të investitorëve të ndryshëm. Pra një trading nuk bëj gjë tjetër veç se merr ato para dhe i shton. Pra aftësia e tij është që t'i shtojë. Ka me miliona trader në mbar botën. Bile shumë prej tyre me kalimin e kohës janë bërë edhe mashtrues. Marrin gjithë aparat edhe ikin. Dhe kjo është tepër e rëndë ndonjëherë, sepse ka disa që kanë kursime të vogla dhe mundojnë që të ecin përpara me to. Dhe ai krijoi, pra Jimmy krijoi Monomatrix. Monomatrix ishte një shoqëri që pastaj u bë miliardere si shoqëri, por në fillim ishte e vogël. Dhe ai me ato investime që kishte pak, kishte vetë disa 1, 2, 3 shokët e tij, filloi që bëri, por kujdes, ai mblodhi vetëm matematikan. Jo njerëz në trader, jo njerëz që ishin të brenda bankave, jo, vetëm matematikan, profesor. Pse? Sepse ai e dinte që çdo gjë është matematik. Pra çdo gjë është zgjuarsi. Nëse ti di të përdorësh matematikën, je i zgjuar, dhe nëse je i zgjuar ti bëhesh i pasur. Dhe kështu e filloi. E filloi me trading, dal nga dal, derisa bëri milionat e para. Por pati disa probleme, sepse njëri nga këta matematikanët gaboi në investimin. Pra në një algoritëm që ai bëri, algoritmi e bëri për kompjuterat, fakt ata kishin blerë kompjutera potent me linjë interneti shumë potent që ishin vërtet të rëndësishëm. Dhe kjo bënte që ata të mund të lëviznin shpejt, pra në merkato. Në fakt, të gjitha këto kompanitë e mëdha, ai i tejkaloi mira herë, sepse kishte bërë shpikur diçka krejt të re. Po themi, ishte fillimi atëre, pastaj filluan të tjerët më vonë, por atëre ishte fillimi. Dhe ishte pikërisht ky, Jim Simons, që bëri, le të themi, hapin e madh revolucionar. Dhe pati disa probleme, humbi disa para, mirë po, ai ishte i bindur që kishte një algoritëm jo korrekt. Në fakt, ja kishte thënë shokut tij, ky nuk është korrekt, po ai kishin kontrat, sepse shokun e tij e mori me kontrat. Dhe për mos të prishur relatat, i dha çfarë i duhesh atij dhe tha, ok, deri këtu, tha, kaq. Dhe filloi prap nga e para, po mori të tjerë matematikan. Dhe nga ky moment e përpiloi algoritmin ashtu siç mendonte ai. Dhe në momentin që bën algoritmin, ashtu nuk dua t'ja u them në sintezë, sepse nuk jam ekspert dhe nuk di t'ja u them, sinqerisht nuk e di. Me fjalë, çfarë si përdoresh ai algoritëm që krijoi ky. Pra, që ishte jo në shitje, por ishte në blerjen e materiale, pra e të ardhurave, dhe pastaj ato i ndante në mënyrë të barabartë, ishte shumë komplekse, nuk e kuptova, sinqerisht. Dhe bëri, por si përfundim, ai bëri një algoritëm që ishte pothuajse 3 deri në 14% i sigurt në rritje, pra nga 3 deri në 14% në rritje po flas. Por nuk do e priste mendja kurrë, sepse algoritmin që bëri ishte themelor. Themelor sepse me anë të tij, ai mbajini mend, Jim Simons, mbajini mend këtë emër, ishte, le të themi, jo vetëm themeluesi i Monomatrix, por ai themeloi, sepse nga ndryshimi që bëri me
shokun e tij që e hoqi, bëri Renaissance që është kompania që zvendsoi Monomatrix. Dhe këtu ai mori investitorët e parë. Ishin 3-4 investitorët e parë, ata që ishin shok. Dhe merreni me mend, ai ishte i bindur që este shkëlqyshëm. Dhe pas disa viteve, sepse këtë bërim duket vitin 1982-83, dhe në vitin 1999 ai filloi pastaj që të merrte investitorë të tjerë. Po kë mori si investitor? Ai për herë të parë bëri një trader me dyer të mbyllura. Çdo të thotë kjo. Ndaj thash e fillova me këtë me një mister, sepse traderi me dyer të mbyllura nuk e dinte kush kush ishin ata që ishin brenda, investitorët, sa ishin dhe si vepronin ata, pra ky me traderin, me mënyrën e të investuarit, si vepronte që fitonte. Merreni me mend, nga viti 1999 deri në vitin 2021 u rrit pra kompania e tij ose ajo buxheti vjetor arriti nga 30 në blerje, në shitje, janë disa parametra, deri në 70%, që i bie në fund fare, në globalitet, pra nga viti 1999 deri vitin 2021, në 500%. E dini se çfarë do thotë kjo? Tani po ja u tregoj. Në qoftë se ju do të investonit vetëm $1, $1 vetëm. Pra në vitin 1999 ose ndoshta në 88 kur ai filloi, ju sot do të kishit nga 40 deri në $50.000 për atë dollar që kishit investuar. Pra merreni me mend se sa forcë ka matematika. Dhe kur thash çfarë që është informacioni është dije dhe dija është pushtet, unë jam i bindur për këtë dhe kam thënë dhe them me mira herë pikërisht që t'ja ungulis në mendje që nuk është se dikush tjetër do vi dhe do t'ju bëjë juve të famshëm ose do t'ju bëjë juve pasanik, të pasur. Jo, do t'jeni vetë ju. Kështu që duke u informuar, këto informacione që ne lëm këtu për ditë, dal nga dal, janë si ato pikat e ujit, dal nga dal. Janë informacione që rrisin dijen dhe dija është pushtet. Kështu që nesër ju jeni të përgatitur, jo vetëm në jetën tuaj, në financë, por edhe në jetën tuaj, të përditshme, sepse informacioni vjen pa e kuptuar, ju e keni informacionin. Dal nga dal, por e keni. Ndaj dhe them gjithmonë që kush është rastisht dhe t'i bëj like faqes, si të shihemi sërish, në mënyrë që t'jemi sa më shumë. Kështu që Jim tani së bashku me gruan e tij është tërhequr nga kjo, sepse u bëri miliarda, 25-30 miliard, pastaj disa i fali disa para, por tani ai bën vetëm kështu projekte bamirëse. Shkon, bën njerëz të rinj, djem të rinj për shembull, ose vajza të reja që kanë ide të reja, ai futet dhe i ndihmon. I ndihmon me paratë e veta. Pra, merreni në çfarë altruizmi, sepse s'është e thjeshtë. Megjithatë, nuk është e thjeshtë të arrish, por nuk është edhe e thjeshtë të mbash hapin. Kështu që ndaj e them gjithmonë që është shumë e thjeshtë të arrish, por shumë e vështirë të mbash hapin. Kështu që Jim Simons, për mendimin tim, është një gjeni. Dhe matematika është thelbi, pra ishte thelbi i suksesit të tij, vetëm matematikë. Pra si ishte mundur që me anë të matematikës ai të zbulonte kodet e armiqve dikur me luftën dhe pastaj t'i fuste në trading matematikën dhe të zbërthente disa kode për të bërë një algoritëm fantastik dhe pastaj të bëhesh miliarder. Pra kjo është historia e Jim Simons. Do dëshiroj një komentin tuaj, çfarë mendimi keni dhe çfarë do të investonit dhe si do të investonit, qoftë se do të investonit, nuk po them vetëm në trading, por edhe në forma tjera, sepse trading për shembull edhe në Shqipëri, me sa lexova dhe kam dëgjuar, kohët e fundit është bërë tepër e vështirë dhe nuk janë serioz disa dhe krijojnë probleme të rënda edhe të tjerëve që janë serioz. Kështu që është apel ky për të gjithë, sepse është mëkat që ti të marrësh ato dy pak para që dikush kursen për të rjetën, apo ndoshta edhe një periudhë kohe, dhe gjoja që ti ndihmon dhe pastaj i vjedh parat. Ju si thoni. Pres komentet tuaja. Hajde, ju përqafoj. Natën.